këtë neve jemi të paralajmëruar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye edhe dietarët e mëdhoj kanë shkruar në librat e tyre, në librat e sunnetit, kanë venduar kapitulli i fitneve, sprovave. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se këto do të ndodhin. Nga se Allahu azza wa jall thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma afroi tokën prej lindjes në perëndim, sikurse një pjatë, dhe e pashtë se çka do ndodhe deri në ditën e fundit. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë paralajmëruar për ditën e fundit. Mirë po detajisht ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë se të gjithë pejgamberët tjerë. Nga se kiameti, dita e fundit do të ndodhe pikërisht në ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layli al-mudhlim." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpejtoni të bëni vepra të mira para se të arrijnë do sprova, sikur se ato copzat në errësirën e natës. Nëse në errësirën e natës dikush të përgatit ndonjë kurth, a ke mundësi me vërret një gur me ta gjujt natën ku nuk ka dritë, kur gjo nuk sheh, një gur me ta gjujt para teje, ke mundësi me përfundu me fatalitet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpejtoni, bëni veprat mira, se do të vijë një kohë, atë shumë do t'jo angazhoj juve sprovat, fitnet, derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do të zbresin do fitne, do sprova, besimtari do të thot, hadhihi muhliketi. Kjo është ajo e cila do të më shkatron mua. Pas asaj thot, vind fitnet të tjera, ato kanë kalu i shehësit lehta. Se vazhdimisht do shtohet doza e fitneve. Fitne mbas fitne, dhe kështu sprova që ka kalu ma herë do t'i duken shumë ma të lehta. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Në mëngjes do të zgjohet si besimtar, kurse në mbrëmje si pa besimtar. Na kur i lexojmë këto hadithe, ndoshta i kalojmë kështu, na duket pak sta roka la logjika, si ka mundsinë sabah, mbrëmje jo musliman. Shumë do të shtohen dozat e fitneve, saqë njeriu ka mundësi me u sprovu gjatë ditës, edhe del prej dinit të Allahut, edhe ai nuk e heton se nuk është besimtar, hiç. Tu mendon që është besimtar, ai ka dalë prej feje. Për shkak të sprovave dhe dyshimeve që do të shpërndajnë.